Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip në Dritare Televizion. Ne do vazhdojmë të flasim për dokumentarin. Ne kemi kërkuar që të gjitha ata që kanë materiale të cilat ne nuk i kemi shfaqur në dokumentar, që kanë ndjeni për histori të patreguara në dokumentarin në Bes të shqiptarëve, që tregon historinë e jashtëzakonshme të shpëtimit në mes të luftës, në mes të operacionit të dimrit të 13 infermierë amerikane, në total 30 Amerikan, infermierë dhe sanitarë, të një avioni që ra në Belsh, ju lutem na tregoni, jeni të ftuar të ndajmë bashkë historinë. Dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Mihalliano, i cili është një personazh shumë i njohur, për të gjithë ju që keni ndjekur studimet ushtarake, ai është një prej tyre, ka ndjekur Akademi Ushtarake në Tiranë, gjithashtu është në emigracion prej 33 vitesh, si shumë shqiptarë, në fillim në Greqi dhe mandej në Amerikë. Sot është një ushtarak në pension, merret me studime historike, është publicist në shtypin e emigracionit dhe nuk mund të mungonte për të treguar një pjesë të historisë që ai di sapo ka parë këtë dokumentar. Me shumë kënaqësi. Mirë se erdhët, zoti Jano. Mirë se ju gjeta dhe ju uroj gjithë të mirat dhe të falenderoj për këtë lidhje direkte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ku jeni ju, ku ndodheni? Ku e keni shtëpinë? Unë ndodhem New Jersey përballë Manhattanit të New Yorkut, në një lagje Hackensack të New Jerseyt. Sa vite në Amerikë? Po 15 vjet kaloj në Amerikë, 15 vjet i kalova në Greqi, dhe tash pres disa muaj të them përfundimisht Shqipëri pranë njerëzve dhe pranë vendit tonë. Pse do ktheheni në Shqipëri? Mendoj të kthehem sepse mosha jonë, moshë e tretë, por nga ana sociale ka të mirë të veta Shteti Amerikan, po ka ca vështirësi për neve, kështu që më mirë dhe më qetë dhe më të ndjeshëm do të jemi në vendin tonë se sa këtej larg. Po ku do banoni në Shqipëri? Tash masat e kemi marrë një tjetër, punuam një kokër hullur e mblodhëm dhe e kemi mbjellë punë në Tiranë. Në Tiranë. Kam punuar në Tiranë dhe t'ja them të në Tiranë. Në fakt, nuk ishte kjo tema e emisionit, po më ngacmoi fakti se nuk e dija që ju doni të ktheheni, madje unë mendoj që kush shkon në Amerikë nuk kthehet më kur. Jo, nuk është ashtu. Për brezën e tretë është akoma është e dhimbshme sepse sakrifikuam shumë nga jeta jonë për të realizuar dëshirat e fëmijëve. Realizuam ato që realizuam, por të gjitha nuk mund të realizohen sepse nuk të lë mosha dhe faktorë të tjerë që ndikojnë në këtë vend. Ju ka marrë malli për Shqipërinë? Me thënë të drejtën, unë gati çdo vit kam ardhur sepse kam vëllezërit, kam njerëzit, kam shoqërinë, edhe pse lidhe me mjetet informacionit, po shpesh vi. E kaloj e pëlqej dhe bile sa herë që vi, nuk largohem nga Divjaka e zona ime dhe nga Dumreja ku ndodhet kjo ngjarje e bukur me vajzat infermiera amerikane. Ajo është zona juaj, pra ju e keni vendlindje në atë zonë ku ka ndodhur ngjarja. Unë faktikisht kam lindur në Libosh të Myzeqes, por Libosha si Myzeqe, Dumreja dhe Darsia janë 3 krahina, janë të lidhura bashkërisht njëra tjetrën në mënyrë shumë organike. Të parti mi ka qenë nga Kosova e Lushnjës edhe nga fshatrat e Darsisë. Darsia dhe Dumreja janë 2 krahina shumë të bukura historike, të pakuptuara, të pastudiuara mirë nga studiosit tanë, se kanë vlerë të madhe historike. Dhe unë mund të them që përftoj nga rasti, Dumreja dhe Darsia janë Darsia është Kanavia antike, kurse Dumreja është Albanopoli, aty afër ku keni kaluar dhe ju, aty arrënoj edhe unë me shumë fakte, me argumente argumentoj, dhe jashtë nuk du të bëj debat me njerëz të zakonshëm, por me njerëz të studimeve historike, të vërtetoj sepse ju aty në Sefera, edhe Sefera është një fjalë do të kuptuar bukur, mos hyjmë shumë në histori. Jo, nuk do hyjmë shumë në histori, do rim te një histori që kemi. Pra, në Dritare ne bëm një dokumentar në lidhje me amerikanët që shpëtuan shqiptarët. Një histori jo e panjohur në Shqipëri, por e patreguar të gjitha copat bashkë. Ne i mblodhëm të gjitha, ose kështu na duket. Tani na del rrugës që si kemi mbledhur të gjitha copat, prandaj dhe ftojmë çdo njeri që di diçka më shumë ta tregoj. Në këtë rast jeni ju. Pse keni lidhje ju me këtë histori? Faleminderit. Unë kam bjekur emisionin dhe ju falenderoj që të paktën e futut në një rrugë të mbarë sepse informacionet e gazetarëve si gazetarë që nga vitet e mbas 90-s e më tepër e kanë përshtjelluar, e kanë ngatëruar, e kanë futur në sa qorthukake dhe kanë shtuar shumë nga vetja, si jo vetëm shqiptarët, gazetarë shqiptarë, por edhe gazetarët amerikanë
kanë dhënë të pavërteta. Ju paktën e keni kanalizuar dhe keni bërë diçka të bukur, pavarësisht se përfundimisht unë e quaj të papërfunduar sepse ka akoma vend siç thatë ju, duke nisur edhe nga një teleshikuese që kanë njohje direkte dhe mund të japin në një mendim. Lidhja juaj me ngjarjen, cila është? Imat ishte partizan, ishte shok me Sanginën, shok me shumë nga ata partizan që morën pjesë në të ngjarje të mëdha. Ato ishin, më vjen keq sepse e trajtohet kur kishte një grup i vogël partizanësh, po mos harrojnë sepse grupi që priti amerikanët dhe priti ky grup ushtarak dhe jo popull siç thonë sa njerëzit, jo ishin njerëz, s'kishte njerëz aty. Kto ishin rreth 3 batalione të grupit parë partizanët Mëzëqesit, Dimi Gje, është formacioni më i madh luterak i shtabit përgjithshëm mbas brigadës parë. Brigada parë. Zoti Jano, ndjes sepse ju dini diçka që unë s'e di, kështu që duhet ma thoni me radhë. Pra, ju po thoni që amerikanët u pritën nga 3 batalione partizanësh? Çfarë duhet të thonë? 3 batalione partizanësh ishin rreth 700 veta. Po. 2 batalione tjerë mungonin se ishin në pozicionet në zonën e Kuçovës dhe një ishte në zonën e Shqipërit të Traskovecit, kurse 3 ishin batalione me komandantin Raman Uruçi, komandant i grupit. Babai juaj ishte pjesë e këtyre batalioneve? Ishte pjesë në ato moment, ishte kuadri i batalionit ku ishte drejton e Koli Bozo me Sënderi Bohovën. Asangina ishte zëvendës komandanti i batalionit dhe Miti Bozo ishte zëvendës komisar. Imat ishte në shtabin e këtij batalionit. Kështu që ja u ka treguar babai, juve ja u ka treguar babai historinë. Jo njëherë babai, po shpesh herë edhe të tjerë partizan kur bëshin festat që vinin për familjet me rastin e përvjetorëve kështu, ne ishim fëmijë shumë në shtëpi, ashtu si edhe familje tjera, pyesim ishim kur e shtartë të dinim. Edhe këtë historinë amerikanëve ne kemi dëgjuar që në vitet 60, por se sa shkruaj është tjetër gjë. Se ta është shkruar, pra vetë konjunkturat politike të kohës që e mbyllën kasaport, po janë shkruar. Unë kam këtu një libër të Koli Bozos, i cili ka qenë komandant bataljoni, Koli Bozo e ka bërë të librin, dhe ai i jep të dhëna për këtë zbritjen amerikanëve. Ashtu si ka thënë. Ja, ai libër quhet Ditë lufte? Kur është botuar ai libër? Ky është botuar, këtu se ka vënë datën ai, po me Mahamendja në 97 duhet të është bërë ky libër. E kuptoj, pra është botuar mbas 90-s, sepse ngjarja nuk u tregua, nuk flitej për këtë ngjarje deri në shkrimet janë të vjetra, shkrimet janë bërë vitet 60 sa, po ai atëherë ka botuar librin. Para se të vdiste, bërej ato kujtimet që mblodhë dhe i shkruajti ai edhe disa partizan tjerë. Si jo njohën që ngjarjen. Thash. Okej, dakor, zoti Jano, e kuptoj. Pra ju jeni dëshmitari i dorës parë, për sa kohë ju jeni djali një partizani që i ka parë amerikanët, jeni dëshmitari i dorës parë. Çfarë ka diçka që ne nuk e kemi thënë dhe ju e dini dhe do na e tregoni sot? Fakti është që këto forca partizane që ishin mbi 700 veta, ishin të grupit parë partizan, i pari grup me madh formacion, me madh se brigade parë, ishin në dorë të shtabit përgjithshëm pavarësisht nga qarku i Beratit. Dhe është abuzuar me emrin e tij herë grupi i Beratit, herë grupi i parë qarku i Beratit. Po ishte grupi i forcave të Mëzëqes. Dhe drejtonin Raman Uruçi, tash ishte komandanti i dëgjuar i luftës, dhe Spiro Bakalli, një figurë e njohur e atyre vite komisari i këtij grupi. Plus rinia që drejtonin atë ishin fëmijë gjithë me intelektualë që morën shkollën e fundit ose shkolla të tjera të mesme brenda dhe jashtë vendit, zotronin dhe gjuhë huaja. Këta organizohen dhe luftonin. Ishin ditët kur operacioni gjerman në zonën e Mëzëqes, trupa ballëse gjermane bashkë nga Fieri bën sulme të shumta. Forca partizane domren e kishin si balkon për mbrojtje nga forcat ballëse dhe forcat gjermane. Sa po kishin ardhur nga disa luftime, kishin bërë këto batalione që bën Ngurrës, të Lushke dhe Mazhaj, erdhën në zonën e Seferajt, në Pyll atje, për prisin të bërë një riorganizim të ri. Në këto vjen aeroplani. Ju ta dini se ajo Dumreja ka rreth 80 liqene të mënje të vegjël. Muaj nëndor ishte bile këta tanët nuk e thon datën 8, po thon datën 9, mbas kalendarit siç e kanë amerikanë, datën 9 e kanë përcaktuar këta ish partizanët, kështu kanë shnuar të gjitha me radhë. Nuk e di pse e shkojnë nga të rreth, po duhet parë. Mbase ata kujtime kanë dhe nuk kanë një datë fikse, nëse gjën datë fikse është tjetër gjë, po në datën 9. Dhe aeroplani vjen nga zona e Karavastas, në drejtim Italis, hyn në grupin e Gradishtit dhe goditet nga forcat gjermane të mëdha që ishin në gurë të Gradishtës edhe në Ardenicë dhe mori drejtimin drejt kodrave të Dumres. Mbasi ishte mjegull,
aeroplani ishte goditur, po nuk që marrë të timi që të rëzohesh. Po duke të tuaj për rreth 5 orë, marrë karburanti dhe i hyri në zonën e mjergullës rreth Dumrës, ke shumë mjergull. Partizanët ishin këtu dhe ishë shpërndarë në përpyll, pemët ishin të larta, rreth nuk lejonin dëgjoni zhurmën. I matë thoshtë që ishte një aeroplan, nuk ishte gjerman, po isha i alatëve, ishe bileta e me nëtë charter, mase Dakota charter, nuk e di, po më thoshtë që ishte një charter gjerman, Amerikan, që kalojnë mbi kokat tona. Ne të gjithë që të pozicione, ishte ko dreke në basorës 12:30 një kështu. Dhe kur pam që aeroplani kaloi, dhe me njëherë zbriti dhe ra në Pelgaçen, ku ishe baltë dhe ndaloi me pa dëmtimet më dhaja. U afruam në partizanët me radhë, dhe ne gjithmonë me shpresim të kemi të bëjmë me forcat alate, me ndonim ose që rusët, për vërtit sovjetikët, rusët. Kur u hap dera, Hasani e caktoi komanda e grupit partizan, me që edhe tjerë dinë anglisht, po e caktu në Hasanin, i thanë, komunikoj me ta, morën vesh ishin ushtarak amerikan të shërbimet të Mezeut, me qëndër në Kairo, këshin ardhur për shërbimet në zonën e barë Italisë, por gabimisht tufani i prish orientimin në përdet, dhe ata humbën ndërtimin kaluan në zonën Mizekjes, këtu thash ku goditën nga forcat e artillerisë kunerore gjermane në këtë rajon. Në Ardenicë dhe në fshatin Gur ishin 2 rrëfate. Aranë këtu, i morën, i zbritën me kujdes, me të dashuri respekt, me broritje, me kënaqësi më të madhe se të erdhën alatët, ndjenja për alatët ishte gjë e madhe këto. Dhe bënë evakuim. Ata kujtuan që ishin alatët dhe po sillnin ndihmë. Ata alatët, nuk thjesht ndihmë, erdhën alatët, po për se çfarë misioni nuk e dini, po kur morën vesh misionin e tyre tjetër gjë, po erdhën alatët, sepse gjithmonë luftën ata lidhen me luftën e alatët, me ndihmë, sepse ndihmët partizane kush jepte anglezë jepte me Flori Sterlina për ushqime, se nuk mund mande populli që forcat të shumta ishe para të anglezë, edhe armatime dhe... Pra, domethënë, ideja e parë e batalionit, sepse i bie që ka qenë një batalion që i ka parë, ka dërguar Hasanin si përfaqësues me që dinte anglisht. Nuk ka qenë një batalion, ka qenë 3 batalione. 3 batalione. Veta në të zonë ishin pozicione si bëshin gati për shkuar në Berat, që Berat ishin në një kohë oportuniteti që njihim ne, për vajtën në Berat i kishte kërkuar qarkuri i Beratit, Gjermarku bashkë me Karaman Judin, Fenojanikun. Po, okej. Atëherë, ato i shikojnë, flasin, komunikojnë dhe vendosin aty të bëjnë këtë gjë, vendosin të bëjnë çfarë? Aeroplani para ishte sepse në të kohë duhet kaluan 2 avion gjerman, 2 bombardues, këta partizanët i njihnin bombarduesit gjerman, i njohën dhe ata gjermanët kaluan lart nuk mangje, detyruan që të bënin evakuimin me njëherë të ekupazhit, ishte rreth 30 veta, një pjesë ishin femat, ishin femire, tjerët ishin personel të tatetarë dhe punonjës të shërbimit sanitar dhe 2-3 pilotë. Edhe thotë tregon edhe Mati, një nga ata i pak ishi i plagosur në zonën jashtë edhe ne, dhe bëm kontrollin e aeroplanit se mendon ta djegim që të jepim mundësi të forcat tona që të shpëtonin ndjekjen nga spionazhi nga zbulimi gjerman, sepse ishte e pa diskutuar që zbulimi gjerman ishte njoftuar nga goditja që dha Ardenica dhe pika e gurit të Kravastas, që aeroplani ishte drejtuar në drejt aeroportit Kuçovës, po faktikisht s'ka vajt Kuçovë. Në të kohë, thotë, kur zbritën të poshtë, bëndën kontrol. Aeroplanit morën çpaj me që kishin këto personeli gjithë në radhë, bilet ca partizan njeri mori një busull dhe pandeo si ishte orë, ta kemi për luftaj, të tjerët morën në rripe, në i co pas qyrën në diçka që se do digjesh aeroplani. Dhe aty një nga ta partizanët e padhe edhe 2 për atje kishe aeroplani pjesë e bishtit, një pjesë që nuk mundet të ndikonde në dëmtimin dhe rrëzimin e aeroplanit. Babai juaj, pati në një suvenir nga aeroplani, babai? Jo, nuk pati, vetëm sepse tash si i ri që ishte në diçka nuk mori, sepse ato 2-3 gjëra ishte, dhe ata që kontrollon ishin caktuar, ishin të shtabit të grupit, që merreshin me propavin, që morën në litarë, morën në rrip, në diçka të vogël që duheshin, por babai kujton që ata morën një radio, kishin radio transmetuese, vendosën një vend, filluan të lidheshin, po lidhin ata e bën me Kairon dhe nuk po hynë në val. Dhanë mesazhe, po se sa shkojnë mesazhe ne nuk morën vesh gjë. Por aty morën vesh çfarë shërbimi kishin ky personel dhe sa të rëndësishëm ishin ata për ne dhe çfarë do të bënim ne që të tregonim nderin e kraninë e shqiptarit për t'i ruajtur, për t'i mbajtur sa më të sigurt.
e kujton, tregon të babaj se ato momentet e para janë shumë të rëndësishme. Si është vendosur në momentin e parë? Kanë lajmëruar dikë ata, apo kanë vendosur aty me njëri tjetrin, çfarë do bëj? Jo, nuk ka si fare. Radio ata amerikanët e futun lidhje me Kairon dhe jepte sinjali, po nuk ata e dhanë sinjalin, po sinjal nuk morën, nuk punon dhe radio dhe as me tjetër që nuk janë lidhur. Ata tjera thonë jo lidh me shtabin e përgjithshëm, ata janë gënjeshtra sepse nuk kishte vetëm dhe grupi nuk kishte, grupi muzike nuk kishte radio të lidhesh as me Beratin, jo të lidhesh me shtabin e përgjithshëm. E kuptoj. Kështu gënjeshtra nga kush e keni fjalën, se kuptova? Spekulant që gënjen thonë që siç gazetari amerikan në intervistë që ka libri ka bërë që u lidhen me Enver Hoxhën. Nuk mund të lidhesh ndot në të kohë, kush është shumë të vështira. Shtabi e përgjithshëm fakti ishte në zonën e Pezës, qartë nga Labinoti. E kuptoj. Dhe mbasi që mbarua dhe atë krimin e Gaspar, shtabi ishte kryesisht në zonën e Pezës dhe prisin takimin me Stalojanikun. Grupi Partizani ka vendosur vet ku t'i çojnë, kanë në Verhoj, shtëpinë e parë. Nuk mori, ata pa të arsyeshme se kishin marrë një urdhë që të paraqiteshin si forcat Partizan paraqiteshin në Berat. Prandaj Prishbën caktun Hasanin, që di në anglisht që shoqëronte. Hasani kishte një vëlla Çunxhaje, kishte me batalionin e Luanqat Zedhi të Kuçov, dhe ishin të dy këta komunista, njerëz të devotshëm, njerëz me kontribute një familje bazë e luftës, dhe ja beson Hasanit bashkë me një skuadër për 10 vjetash. Dhe u nisën bashkërisht po nisën grupin para, kurse brigada me 3 batalionet u nis disa orë më pas. Drekën e hëngën bashkërisht atje me partizanët. Pastaj për darkë tjetër gjë ajo si ata që e kanë parë më nga afër mund tregojnë. Po, ne kemi treguar darkën sepse kemi qenë në shtëpinë ku ata fjetan. Ju më treguat një email ku më tregonit për një incident, të cilin unë e kam ndeshur, në fakt nuk e tregova në dokumentar, por e kam ndeshur këtë incident. Po, nëse ju dini diçka më shumë, le ta tregojmë, nuk kemi pse të mos ta tregojmë. Natën e parë të qëndrimit në Merhoj, grupit i vjedhin këpucët. I vjedhin këpucët. Po i disa parë. Vendasit, do me thënë, banorët e fshatit, dikush aty ka vjedhur këpucët. Unë themi që njerëzit e shtëpisë jo, nuk mund të mendojmë. Po njerëzit e shtëpisë nuk ishin si të vjedhin, se njerëzit e shtëpisë i futën në shtëpi. Mendojmë forca ballisë në zonë kishte edhe hajdutur banda banditë për të marrë, për të prishur harmoninë ose për tjetër gjë, ose thjesht edhe prej dush unë di, më fal, nuk e di çfarë dini ju. Unë di që në momentin që të nesmen është marrë vesh që ata janë vjedhur këpucët e tyre, diçka nga çantat e vajzave, me njerë partizanët kanë bërë bastisje në fshat dhe janë gjetur njerëzit që mendohet që e kanë bërë. Dhe praktikisht atyre ju është thënë që do ju vrasim nëse nuk i sillni. Më thënë, nuk është vrarë njëri, po gjërat janë sill. Kështu e di unë, po nuk e tregova në dokumentar. Si e dini ju? Presion është bërë. Është bërë presion. Janë gjetur personat dhe dihen personat. Unë kur të veten në Shqipëri se kam dokumenta që bile dhe faktime që kush ishin ata dhe nuk është mirë të thënë, po kishin fshatar të lidhur me bandat që vidhin e bënin kështu. Por të gjitha nuk u gjetën. Di që disa këpucë për të fermat i morë të jashtë numit madh në për dyqanet vërdalë në fshatë ishin ca lloj dyqane që kishte pinga dhe këpucë i veshën për të bajtur në Berat. Në Berat ishte tjetër pozicion, pastaj kjo mund të gjejë veshje për vajzat partizanët, vajzat amerikane. E kuptoj. Pra ka pasur një incident në fshat. Incident ka ndodhur, po nuk mund të fajtor familje atë njerëz e kësaj shtëpie. Jo, të shpisa se mendoj fare unë t'i fajsoj, thjesht po them që ka pas incident në atë fshat, ka ndodhur diçka. Unë nuk e tregova në dokumentar, po me qenë se ju ma shkruajtët në email, le ta tregojmë, le ta themi. Po ju dhe ju nuk dini diçka më shumë. Jo, më tepër ka i di këtë që... Edhe amerikanët e përmendin këtë në libra. Nuk e di. E di këtë që banorët fqinj aty sepse aty në të zonë ka patur dhe ndikim dhe balli. E ka patur bandat të hajdutësh. I ka vjedhur balli, do me thënë? Nuk mund t'ja ve fajnë balli, po bandat që u sheshin dhe të mbashin dhe nga balli. Një moment tjetër, i cili ishte i bukur, ju ma dërguat në email, do doja të ma tregonit, një moment me busullën e avionit. Kush e kishte marrë busullën? Busullën ishte një fshatar që ishte jo antar i shtabit, po shëroi i shtabit, kujdesur për pavinë e shtabit. Ai që është Ban Çapo, ishte nga partizan nga kolonja e Lushnjës, dhe ai bashkë me Çavush Bodon, që ishte
si punë intendenti i shtabit të këtij grupi partizan, dhe tjetër hyn brenda në avion, se ata kishin parë për detyrë. Ai gjeti një busull dhe pa çfarë mund të merrte, e pandeu si ore mori me vete atë busën. Kurse ky tjetri çfarë kishte gjëra që mund të hyni punë rripa, pasqyra, litar, pjesë parashite i mori se do t'i duheshin. Atë busën tash e mori ky bani si ore e mbajti futin trasleshi që mbante ca rezerva kur duheshin. Mbasi mbaruan misionin e tyre, shkuan Berat, u kthyen nga Berat i bërë riorganizimi dhe i zuri operacionin dimit, u nisën nga zona e Sulovës, në zonën e Vershës për dalë në zonën e Ostrovicës, në zonën e ndërmjet Skraparit dhe Korçës. Në një fshat ata hyn në një familje që para që i caktoi fshati për të kaluar darkën. Ajo kishte qenë shtëpi ballicësh fakt. Komandi i batalionit, që ishte Irakli Bozo, që një familje dëgjuar, ishin 4 veta kuadrat të lartë të këtij batalionit, këtij grupit Mzeqeja. Familja thash me shumë rëndësi dhe me kontributet të mira gjatë luftës. Ky Koli ishte komandi i batalionit dhe duke hyrë në shtëpinë e fshatarit, i thotë një fshatar, ne këndon për armë dhe këndon për njerëz të 200 në shtëpisë, por kemi gjetur në një vend 2-3 shishe raki. I thamë zoti shtëpisore, kjera kiti se na duhet qikë, se do ta kemi për rrugë, nuk kam, o thaj, unë jam i terikatit musliman, nuk pim alkohol neve. Po mos a gënjeta, se ne kemi një aparat që të tregon shpirtin e njeriut, që mirë apo i keq. Fshatarit, nuk diti që fshatarit dhe mbase me ndrygjeje. Edhe e bëri provë Koli, i thëtë se bani bjerë që këtë busën atë aparatin, e mori e bëri drejtoj drejt veriu, se drejt veriu të shkon busla. I thati plaku të rria ty, i tha dhe busa shkoj drejt ku ishte plaku që vendon veri. E thot dhe urdhët shoku ushtar, thot, shoku partizan shko shiko, thot, në filan distancë, thot, aparati tregon se ka diçka të fshehur. Shkon partizani, vjen me 2-3 shisha dorë, thot, urdhë shoku këto gjeta. I thot fshatarit që ne gënjeve, fshatari ngeli që keq. Unë nuk e pim alkoolin, thaj, po mbase ka marrë djem, se djem të kishte ballisa me gjavvalin dhe ata kishin vajtur në Berat me forcat e tjera të vallit. Edhe bëjmë shakam, i tërgom më ti fshatarit, më herë tjetër në partizani i gjem, se kemi një aparat shumë të mirë që të regon ndërgjegja në njerëz gënjen e pas gënjen. Ja këte përdorë si është si humor ata. Atë busën ata përdorën dhe gjatë televizjeve për në zonën e Oparit dhe të Gorës. E kuptoj, pra edhe pati dhe humor nga gjithë kjo histori, incidente, humor nga gjitha. Ishte, e ta vja që shpejt shumë, po faktikisht po të treguash me të bukuri, ka vërtet atë humorin e vetë dhe sinqeritetin e vetë të trajtimit të këtij. Babai çfarë tregonte tjetër për këtë ngjarje? Diçka që ne nuk e kemi përfshirë në dokumentar edhe ju e dini. Për këtë ngjarje u hesht. Babai ka njohur edhe Kostaj Stefan, e ka njohur se edhe Hasan e ka njohur se ai ka punuar disa kohë në Lushje, ka qenë specialist në shkollën bujësore të Lushjes në vitet 30, po se çfarë viti nuk e di kështu. Edhe në Berat e ka njohur, po si ndodhën ngjarjet më vonë, ishin tjera probleme të hapen arshivat, shikohen për arsye që dënua përkthyesin. Po çfarë thon babai për përkthyesin? Pse u dënua Kostaj Stefa? Ishin probleme që ne ishim më thjesht nuk mund t'i dinim, ishin kompetencë tjetër kujt nga lart. Ai kontriboi e dha, ai e shoqëroi. Hasani faktikisht deri në Berat i çoi Hasan Gina, nuk i çoi më larg siç është dalën në dokumentar që i çoi deri në breg. Jo, nasi më. Se kemi thënë ndonjëherë që ka çuar deri në breg, nuk e kemi thënë dokumentar, kemi treguar një pjesë të rrugës ka qenë Hasani. Hasani thot babai e kam takuar të se ishin bashkë dhe në kohën ku luftonte brigada e 4 e Gjivilçanit, ishin një grup anglezësh, amerikanësh, ishin jugoslav. Aty kanë takuar dhe anëtarët e shtabit përgjithshëm ishte Ramadan Çitaku, ishte Koci Zot dhe ishin tjerë. Ne vini forcë mbështetëse dhe babai thot vetëm gjë, është fatkeqësi e madhe që të gjithë forcat partizane mbasi ishin veshur ngjeshur mirë. Ne partizanët e mbështetjes ishim rreth 1000 veta që vajtën në operacionin e dimit, që vajtën me rroba të thjeshta fshat, rroba jo fshatarë, por rroba pambukta, zbathur, pa çorape, me kpuz bëra me vesh lope, me lëkur lope derri, kështu, sepse gabimi i shtabit të qarkut të Beratit ishte që gjithë ato municioni që morëm neve në zonën e Lushjes ku ishin italiane, vend t'i vishin me për i quhen në otlak të Beratit ku i vun flakën gjermanë më vonë. Të gjithë skëpalin. Më fal, se kuptova këtë. Do me thënë, batalionet që ishin në Dumre morën kryesisht municione dhe veshjet italianëve. I qua në Berat? Ishin magazinu në Berat, kur betur si rrë u të visheshin. Aty e zbritën forcat rebele të Abbas Zermenit,
dhe forcat tjera ballisë i rrëmbyen. Gjermanët kur bënë një sulm për marrjen e Bratit, në këtë rast ishin në ollak ata, afër Kuçovës i kputën një zjarr depot me municion dhe me ushqim që mbetën aty. Kurse partizanët e Mizëqes ishin nga gjithë partizanët shqiptar më të zhveshur, më të paushqyer, sepse thash Skrapalin ishin veshur me rrobat të ushtrisë italiane, me të ushtrisë greke që e la atje, kurse Mizëqeja ishte thjesht gati shumë lakuriq. Dhe shumë nga ata dhe rrobat u dogjën, u bë gabime gjitha. Po, mirë, megjithatë nuk dua të qëndroj këtu, të lutem, mua më intereson amerikanët. Aty janë gabimet e qarkut Bratit. E keqja është, e thoshte Oba gjithmonë, sepse të gjithë qarket e tjerë kanë nga një histori të bukur. Qarku i Bratit, që ishte qarku më i madh me kontribut, ka dhe gabime ti, po nuk e bëri kur historinë dhe me mosbërja saj lidhet me shumë gabime që bëri shtabi i qarkut. Me kontradiktat që ndodhen, me të oportunizmi gjerman me forcat gjermane, me ca lëvizje të luftrat veprime civile ndërmjet ballisave dhe partizanëve në zonën e Beratit. Mirë, dua të qëndroj tek amerikanët përsëri tjetër. Për amerikanët çfarë tjetër dini ju që doni ta tregoni? Di këtë që në vitin 95 isha në emigrant në Greqi, erdha me qesanon isha antari i veteranëve të luftës dhe vazhdoj dhe këtej, dhe do të them lidhe diçka në tepër. Shkuam i ditën në Tiranë bashkë me Timat, isha antar i Komitetit Kombëtar Veteranëve, takuam në kryetarin ishte Mikrem Fuga. Aty në pranit të një shoqe son partizane dhe jo Merieme Kurti nga i familje dëgjuar e Mizëqes që 9 veta ishin vrarë në luftë me gjermanët, po të kokur zbritejnë amerikanet. Dhe takuam dhe Mikremin. Dhe ai aty të tregoi që kështu thotë erdhën amerikanet, po nuk din ku drejtohem dhe unë detyrova ata se unë e mbaj mend kur erdhën, po nuk e mbaj mend se si qyshte, se nga erdhën. Prandaj detyrova vura Skënder Malini. Skënder Malini ishte një kuadër ushtrak bori mirë ishte, po nuk ka lidhje fare me ngjarjen e Bratit sepse ai në të kohë ishte komandanti i batalionit të Shpiragut, ishte larg. Tha baj, po ne jemi këtu dhe tha Merime, por thotë është shoku Mikrem, unë thotë bashkë me vllain e Llakit, ai dëshmoi Luzë Mjaliano, ka marrë unë emrin. Ne parakaluam, thotë, na keni vënë në krye të forcave, bënin demonstrim, thotë, parakaluani para popullit të Beratit me kamuin në dorë. Unë si familje dëshmori, Mjali si djalë i ri komunist, kaluam në për Berat. Po nuk e dia thaj, po nuk bëhet vaki që të ketë patër mundësi Viqeremi të ketë njën tepër, se dhe ne do na thoshe, po dhe amerikanëve mund të jetë me Andres, pavarësisht se Viqeremi kishte atje në Komitetin Kombëtar dhe shokët siç ishin Giorgio Robo, Irakli Bozo, me Koli Bozo që antar të komitetit dhe mund t'ia thoshe shumë bukur atyre se mreku juaj për këtë histori, e kuptoj. Pra kjo është diërnia juaj për historinë, kaq dini. Dhe mrekulli që doni të flisni dhe folët, faleminderit shumë. Çfarë meraku keni, domethënë çfarë mendoni ju që duhet bërë me këtë histori për të bërë sa më shumë e njohur? Sepse ne duhet të mburemi me qartë. Kjo histori është shumë e bukur. Ju dhe unë i falenderoj për ato aftësitë tuaja dhe mundësitë tuaja që po e kaloni, po e kanalizoni shumë bukur, sepse ta paraqesesh këtë është një shkrenari, se shkrenari për ne është pjesë e shtuar e ndërgjegjes kombëtare. Se unë këtu drejtoj një shoqëri emigrantësh që janë të Komitetit Shqiptar, antar të Komitetit të Rrugëve Veteranëve të Luftës. Jemi lidhur edhe me një shoqat tjetër shqiptar-amerikan të hershëm pjesëtar të luftës antifashiste në Boston. Dhe ata kanë kujtime të bukura, po duke qenë çik larg, për arsye të ndryshme të konjunktura politike, shkatërimit të Vatrës nga Bostoni erdhi këtej dhe këta kanë tjera pikpamje sot Vatrës që nuk ka ato vlerat e duhura të çështjes kombëtare, po është në tepër partijake. Na bën që duhet të gërmojmë se unë kam takuar dhe ish shqiptar-amerikan që kam marrë pjesë në luftrat në frontin e luftës antifashiste, kishte kujtime të bukura, po patjetër ata na tregonin që kemi shumë, do kemi archivat tona, kemi futur në ato archivat e Bosnjës. Po, kohëra ndryshojnë, po historia duhet treguar dhe le të jetë aty. Asnjëherë nuk i dihet për për këtë dëgjon. Rëndësi ka që ne ta tregojmë historinë. Është histori e bukur shqiptare amerikane. Falenderoj ty thashë. Po një gjë është, ashtu është meritë e popullit shqiptar. Po në ato vikulla të vështira ishin partizanat shqiptar, Fronti Nacional Shqiptar që kontribuoi te masa dhe da, sepse shohim që grupe më të ndryshme të interesuar, zogista, ballisa, çfarë rrëmbash tilla, në sot duhet ta shtemërojnë, ta mohojnë, t'ia heqin peshën e madhe që luajti Fronti Antifashist Nacional Shqiptar në luftën kundër gjermanëve dhe ballisëve. Kështu që unë ty të falenderoj që është emisioni i bukur, ka nevojë për shumë në ato pika ashtu siç foli familja Karaj atje, thjesht e bukur dha 2-3 momente se ja vishin ballit. Jo, nuk është ashtu.
Nuk është ashtu. Faleminderit shumë zoti Jano. Faleminderit që doni të ndërhynit për ta plotësuar këtë dokumentar. Unë kam shumë, se kam rreth 1000 enciklopedik që janë një befasi e madhe për njohjen historike shqiptare. Me vjen keq nga se kemi historia të mirë, po janë të mirë për ne, po nuk janë historia të mirë për historinë. Kur të kemi rastin do të çojnë në vende të bukura, jo vende turistike, po në rrënojat e një kytërimi shumë të bukur që ndryshon faqen e bukur dhe na jep një kontare shqiptare. Faleminderit, najse. Shumë faleminderit zoti Jano. Faleminderit, ditë të mbarë. Ishim me zotin Jano në një emision kushtuar dokumentarit Në Bes të Shqiptarëve. Jeni të ftuar të gjithë ju që dini diçka më shumë. Edhe nëse e kemi thënë, ne nuk ka rëndësi, tregoni me fjalët tuaja. Bëheni kështu si zoti Jano, i cili nuk shtoi diçka që nuk e dini, po tregoi disa histori të vogla pse të mos i themi, të vogla, të mëdha, e rëndësishme është që janë detajet e një ngjarje unike. Jeni të ftuar ta tregoni në Shqip, në Dritare Televizion. Dhe jeni të ftuar që të bëni pjesë e 2 kanaleve tona, Dritare Televizion, Dritare TV në YouTube dhe Rudina Xhunga. Janë 2 kanale që të fton të na bashkohesh duke bërë subscribe. Subscribe. E shikon atje lart? Subscribe. Regjistrohu, sepse kur je i regjistruar, je një zë më shumë në korin e zërave që bëjnë dritaren. Faleminderit.